presidentja duhet të jep në një alternativë, me qenë se është presidente e vendit, kredo do të mbarën se si do të jenë qëndrimet të gjitha partive, duhet të jetë një farë lloj konsensusi si dilet. Kemi kërkuar që të trajtohet pak me një farë urgjencë, me prioritet. Ne normal që s'mund i caktojmë afatet të gjykatës kushtetuese se kur do ta trajtoj kërkesën jone. Ne kemi bërë kërkesën, ne kemi bërë publike. Tash po presim një vendim gjykatës. A ka konfirmu pjesëmarrjen në takimin e thirrur nga presidentja? A mund na tregu cili ka me qenë qëndrimi juaj apo propozimi juaj në këtë takim? Ne do të shohim, kemi pranuar se çdo diskutim në këtë situatë dhe në këtë blokad është i mirë se ardhën, kemi pranuar, do të shohim se si do të shkojë rrjedha e bisedimeve dhe të shohim çfarë po propozon presidentja, të shohim edhe qëndrimet e partive tjera, s'mundem me alodu pak më herë se çka do të thojmë dhe çka do vendosim. Kjo do të thotë se nuk keni ju propozim t'juaj me cilin do të shkoni në këtë takim? Jo, në fakt presidentja duhet të jep në një alternativë, me qenë se është presidente e vendit, jo në parti, është partia më e madhe, nuk e di a ju ka përgjigj ftesës në takim me presidenten, po edhe parti tjera. Do të thonë, kredo do të mbarën se si do të jenë qëndrimet të gjitha partive, duhet të jetë një farë lloj konsensusi si dilet. Megjithatë, lëvizja vetëvendosje e ka të drejtën e propozimit të kandidatët për kryetar të kuvendit, po njëkohësisht duhet të sigurojë edhe votat për me kalu.